Kush e ka bërë këtë video? Kush e ka bërë këtë video? Kush e postoi video? Ozan, çfarë po bën? Ti vete ke postuar këtë? Mos ja fut kod bërqim, pse do ta postoj unë? Ato nuk e di, por po thyen rekord me pëlqim, Ozan. Ozan, mos u lodh që ta fshish atë video. Është për hapur tash më shumë. Të gjithë po e shpërndajnë. Asla, të betojmë që unë... Asla! Ka që ishte? Iku, Filxhani, iku. Ai e shkreta grua, ka të drejtë edhe kjo. Sigurisht që u trondit kur e pa vajzën e saj ashtu. Zonja Hedie? Zonja Hedie? A jeni mirë? Asla. Vajza juaj mu habiti edhe mua. Njeriu duhet të mendoj pak për të ardhmen e vet. Të mendoj çfarë do të thot njerëzit. Sibel. Çfarë ka? Apo gënjej unë? Dukej si një vajzë shumë e edukuar, por që në ka e shpejt ajo si duket. Sibel, mjaft, të lutem. Po a them unë për të mirën tuaj, më besoni. Merrni vajzën dhe kthehuni në Izmir. Një vajzë që ngatërohet me gjëra të tilla që në fillim të shkollës nuk është mirë. Mirë. Punoni për pak para që ta shkolloni, por si duket po ju shkon dëm gjithmonë. Zonja Sibel, mjaft, tani silluni me edukat. Unë të sillem me edukat? Shiko vajzën tënde ti një herë. Zonja Hedie. Turp të qoftë ty, si po flet kështu, gruaja tashmë është shkatruar. Unë vetëm po e them të vërtetën. Shpirtë dhe ti, le të bëj çfarë të doja jo. Filxhani im, u thye, Filxhani im. Sibel! Sibel! E çfarë? Me kë po flete i lyll me kë? Nëna, telefonova shefin që ti tregoja se po shkoj në fshat. E pse po zemëruash ti kështu? Hajde të shohim. Telefonatat e fundit? Nën, mos fal kot, të lutem. Aga, çfarë ka? Ka ndonjë problem? Vllai i Lyli telefonoi. E pyeta ku është, por ajo ma mbylli. E ndali pa kthyer përgjigje. O zot. Ti telefonoi prapë si thua. Nuk telefonoi nga numri i saj. Përdori telefonin dikujt tjetër. Përbesa, aga, nuk e di. Ndoshta i kanë ardhur prindrit. Por ndryshe pse do ta mbyllte? Diçka nuk shkon, është qartë. Shiko, telefonon prapë. Nën, shiko, erdhi furgoni. Mbyllë tani telefonin. E mbylli. Më dëgjoj, Lyl. E dëgjove se çfarë të tha baba yt. Nuk ka telefon, nuk do të flasësh me atë djalë. Shiko, nëse vazhdon përsëri kështu, të betohem se do të lëndoj ty. Nën, po them që e telefonova shefin. Ec. Alo? Usta Jashar, çfarë bëre? E gjete shtëpinë e Jazit? Përbes pa adresë të saktë është e vështirë. A pyete dikën tjetër? Pyeta një ose dy shok, por askush nuk ja di adresën e saktë. Thanë që është diku te fusha e futbollit pas lagjes suaj, por nuk jam i sigurt. Mirë. E di atë vend. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Të flasim ballë për ballë, zotër Jaz. Asla, prit. Asla, mund të ndërrosh pak? Lëshëm dorën. Asla, të lutem, prit vetëm një minutë.
Të thash më lësho. Asla prit lutem. A nuk të thash të mos zitojmë ty? Të thash të presim pak derisa gjërat të qetësohen. Po ti çfarë bëre? E publikove atë video të neveritshme. Asla të betojmë që unë nuk e publikova atë video. Po thoshe që kishe një plan. A ky ishte plani? Të tregoj të gjithëve që ne u puthëm, apo jo? Jo. Doja të flisja me nënën tënde. Doja t'i tregoja sa shumë të respektoj. Kjo ishte që kisha në mendje. Do shta atëherë... E pash respektin tënd. Faleminderit. Asla prit një sekundë, lutem. Të thash më lëshon ty. Dhe mos më dil më kur për para syve, a më kuptove? Kur? Unë do të gjej kush e ka bërë këtë. Do ta shosh. Po të kisha ditur që videoja që bëra do shikoj ka që shumë do fusja dhe reklamën në mes. Shikoj e pak të gjithë po flasin për Aslën dhe Ozanin. Si pas meje, bomba e ditës ishte shuplaka që Asli dha Ozanit. Pikrisht. Tani pas 2 minutash do ta shpërndajnë edhe atë. Ai, Berqin, më erdhi keq edhe për Ozanin. Për shkak të Aslit edhe ai u turprua. S'ka gjë zemër, s'ka gjë. Do bëjmë gjithë shka që të arrim fitoren ne. Gjithë shka do bëjmë. Ta largoj Aslën nga Ozanin, pastaj unë di si ta ngushtoj Ozanin. Po Asli tani do t'i shpërthej ndjekësit. Pa di falë nesh u bë e famshme. Jo, moj vaj, kësaj nuk i themi u bë e famshme, kësaj i themi idoli nami. Kush e ka bërë këtë? Të gjithë më dëgjoni këtu. Unë do ta gjej kush e ka bërë këtë. Dhe kam për ta bërë që ta paguaj këtë. Kush e publikoi atë video nuk do më shpëtoj. Jo, e dini se kush e ka bërë? Jo, Ozan, u publikua nga llogaria jote, nga ta dim, ne? Berqin, është e qartë që dikush ka hyrë në llogarinë time. Ju pyeta a dini gjë apo jo? Jo, zemër, nga ta dim, ne? Unë do ta gjej kush e ka bërë. Dhe ka për ta paguar shumë shtrenjtë që luajti me krenarinë e një vajze të re. Këtë le ta din të gjithë. Vajze Reqenka, e pam krenarin tënde. Ka që ishte? Aslı? Ullu. Ullu. Jam pak e mërzitur, profesor. E di. E pash video. Edhe ju e pat. Në rregull. Në rregull. Mere. Asla. Pas 2 ditësh të gjitha këto do harohen, jam i sigurt. Ma beso pra. Do u bëjnë foto ushqimeve pra. Do shohin video me koktele dhe gjithçka do të zhduket, ma beso. Si ja vlen të mërzitesh. E gjithë po ma bëjnë me gisht, profesor. Po qeshen me zvete. Kush e di se çfarë po flasin pas shpinës time? Ky është problemi i tyre. Nuk është yti. Hajde ngriu, të shkojmë në zyrën time. Mos rri këtu. Ozan, hape telefonin, birë, hape. Ai, Zhylide, mos i telefono vazhdimisht Ozanit, kot po lodhesh. Nuk e kupton, Sibel. Djalim nuk do të bënte kur diçka të tillë, është e pamundur. Ka diçka pas kësaj pune. Po, ka si duket.
Aslë. Mendoj se gjithçka vjen prej asaj vajze. Sigurisht e gjeti djalin e pasur dhe tani I hyri në mendje. Sibel, mjaft. Ndalë së fajsuari njerëzit e panjohur. Pa I njohur, thua. Unë I njoh shumë mirë këta njerëz. Fillimisht afrohen, e pastaj do të hiqen si të ndershëm. Qëllimi I asaj vajze është edhe shumë I qartë, unë e di. Do ta bëj që Ozanin ta don atë. Do ta bëj për vete, një martesë dhe kaq, I shpëtoj jeta. Madje të them unë ty diçka. Edhe miqësia me Berqinin nuk është një rastësi. Po, afrohet me vajzën time për të arritur tek Ozani. Edhe ama po e bën sikur po vuan këtu, unë e di këtë. Sibel, mos u zemroti, po flet pa kuptim. Me siguri sa po doli nga dera është hedhur përpjet nga gëzimi që po vjen një dhëndrim. Mjaft! Unë po iki. Ti as vet nuk e dëgjon se çfarë po thua. Po sa mi rinim ne këtu? Aj. Fëmija mund t'ju pyes diçka, po kërkoj vajzën time Aslën. E njihni Aslën? Studion në fakultetin juridik. Aslë, nuk e njohim, por nëse doni mund të pyesim te zyra e studentit. Prisni, po ju tregoj fotografinë e saj. Ndoshta ashtu do e njihni. Kjo vajzë. Ajo e videos. Herën e fundit e pash duke hyrë në ndërtesën administrative bashkë me profesor Tarëkën. Ajo ndërtesa atje mbrapa është. Aslë, s'ke bërë asgjë të gabuar. Nuk ka sjellje të pahishme, as në ndonjë faj. Nuk ka gjë më normale se sa dy njerëz të rritur që duhen me njëri tjetrin. A e kam gabim? Atë video e pan të gjithë, profesor. A I ke parë se çfarë komendesh po shkruajnë? Çfarë fyerjesh, çfarë fjalësh të shpifura? Nëse I shenën a ime do shkatërrohet. Mos u shqetëso. Pas 1 ose 2 ditësh do të mbyllet kjo. Nën? Ec, po shkojmë në shtëpi. Nën, pret çfarë po bën, krau? Të thash po shkojmë, ec. Hedie. Zonja Hedie, qetësohu, lutem, nuk është siç mendon. Të thash ec, po shkojmë në shtëpi. Hajde. Nën, të lutem. Ju mos ndërhyni në këtë punë, mos guxoni. Nën, të lutem, ndalo. Pelin ushqja ime. E di si ndjesh I lehtësuar pasi mbaron një punë, ndjehesh I qetësuar? Sipas meje, lufta ka mbaruar, fitoria është arritur, sikur historia e Aslët u mbyll, u përfundua. Pikërisht aty jam tani. Jam në majë. Vetëm se Berqin? Nëse Ozani e merr vesh vërtetën piske kemi punën. Pelin fol pak me zemër të lartë që të dëgjojnë të gjithë. E mirë, më fal. Teknikisht është e pamundur. Sepse Ozani e publikoi nga llogaria e vet. Vajza, vraponi, jashtë ka spektakël ka ardhur nëna e vajzës që u pu dhe po e tërheq zëvar vajzën e saj. Berqin! Bi, sot është një ditë shumë e bukur, ngrihu, ka fest, ngrihu. Nën, të lutem, po të ruprohemi para të gjithëve, nën. Ti na turprove para të gjithëve. Shiko, të gjithë e pan atë çfarë ke bër. Ec. Zonja Hedie, prisni pak, të flasim pak. Të thash mos ndërhymë. Mjaft. Asla? Nën, jam më lësho dorën, jam duke ardhur pra. Shiko të gjithë po na shohin neve. Të lutem mos e bëj këtë. Më thua se të intereson çfarë mendojnë të tjerët. Në shtëpi do flasim bashkë. Nën, ndalo. Shiko, nuk kam bërë asgjë të keqe unë. Të lutem më dëgjo, vetëm më dëgjo. Të lutem. Duhet ta përjetojmë këtë pamje. Ozani po shikon, mos e gjiro. Ec, do flasim në shtëpi. Zonja Hedie, të lutem qetësohu. Të flasim Si të qetësohem, u turpruam para të gjithëve.
Zonja Hedie, nuk është siç mendon. Mjaftë më, ju lutem. E casllë. Në shpirt të lutem. Në ndalo të lutem. Po të përgjërohem ndalo nën. Më thuaj nën. Ozan, hajde me njëherë në shtëpi, me njëherë. Ago, po shkoj t'i hedh pak benzin makinës. Nëse ndodh diçka, më telefono. Në rregull. Hajde miru pafshim. Djalosh! Prit pak këtu. Hajde, Bili. Hajde. Hajde, Bili. Hajde. Lul, më dëgjo mua. Në pranitë të tezës mos fol përse kemi ardhur këtu. Mos thua që babai të dënoi dhe erdhen për këtë arsye këtu. Gjithsesi gruaja me zimbahet, mos e mërzit më shumë ata. Mirë pra nën. Lul, ec. Teze? Nuran, mirë se erdhët. Mirë se të gjeta. Sa më kishte marrë malli, o zemër. Oj, sa qenë ka rritur. Zoti të ruaj ty, shpirtim. Ajde ti marrë unë çantat. Mirë pra nën. Mirë se erdhët Nuran, shpresoj të mos ktheheni më njerë. Më kishte marrë shumë malli. Rini pak sa jeni këtu. Jo, mos u shqetëso teze. Këtu jemi. Do të rrim për gjatë kohë, mos u shqetëso ti as pak. Më kishte marrë malli shumë për ju. Nuran, zemër, sa mirë që erdhët. hajde. Xhaxha Jashar, nuk e di si e mendove ti. Po ne të dy nuk kemi bërë asgjë të gabuar. Madje as do të bënim. Unë dhe Luli. Dëgjoj djalosh. Unë i besoj asaj që shoh, jo fjalëve. Unë kur të pash ty duke u përqafuar me Lulin, më vloj gjaku. Nuk ke pse zemroheni, vërtet. Mos më ndërprit. Dëgjoj, nuk e di kush je ti, apo çfarë prindër ke. Por ne jemi familje e ndershme në rrethin. Edhe Luli është ashtu. Ajo është fëmia imi vetëm. Nuk lejoj që asaj askush t'i bëj keq. Çfarë dëmi Xhaxha Jashar, nuk e kuptoj. Dëgjoj mirë. Hapi veshët mirë dhe dëgjoj. Luli nuk është si vajzat që njeh ti. Nuk do ta shohësh më. Edhe nëse do, nuk do të mundesh as pak. As ti të mos lëndohesh, as ne. E kuptove? A e kuptove? Shpresoj që ta kesh kuptuar. Mirë mbeq. Disa studentë që u larguan për shkak të alarmit të zjarrit u lënduan lehtë. Tani janë shumë mirë. Ne të gjitha masat I kemi ndërmarrë. Mirë. Ashtu, dërgojnë familjeve Lule në emër të universitete se do në hapin të lashëm andaj neve. Po, zotri. Edhe? Alarmin kush e aktivizoi? E zbuluat? E zbuluam, zotri. Ishte Ozani, djali juaj. Ai e ka bërë. Ozani thua. Për çfarë arsye? Punë vajzash, zotri. Ka një video në internet. I gjithë kampusi po flet për ta. Mirë, ma trego pak, kam dëshirë të shoh. Mirë, në rregull, mund të shkosh tani. Sigurisht.
Mirë, shumë mirë. Ozan. Tani po mu vije vetë në dorën time. Shumë mirë.